Pas rregullave të reja në zonën e Schengenit, transportuesit rajonal bllokojnë kufit. Oda ekonomike paralajmëron se bllokadat kufitare rrezikojnë zinxhirët e furnizimit. MBB publikon çmimorën e dënimeve nga sistemi qyteti i sigurt. Gjoba do të jenë nga 15 deri në 500 euro. Dëshmia e 20-vjeçarit Kristian Panov ka zbuluar se objekti i diskotekës Puls në Koçan kishte qenë i stërmbushur dhe se kishte edhe të mitur. Nënkalimi i ndërtuar para 50 vjetëve në afërsi të hotelit Continental në vend të sigurisë qytetarëve u sjell frikë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Rreth 370 kamion kanë bllokuar daljet në terminale doganore në të gjithë vendin. Ata shprehin zhgënjimin për kushtet e reja që kërkohen pas nisjes së zbatimit të ES-s, i cili bën regjistrimin elektronik dhe kufizimin e ditëve të qëndrimit për transportuesit nga shtetet që nuk janë pjesë e zonës Schengen. Zbatimi i sistemit ES, regjistrimi elektronik dhe kufizimi i ditëve të qëndrimit për transportuesit nga shtetet e Bashkimit Evropian ka rritur pakënaqësitë e transportuesve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Rreth 370 kamion kanë bllokuar daljet në terminalet doganore në të gjithë vendin, kjo për shkak të një vendimi ose rregulli të vendosur nga Bashkimi Evropian në mbështetje të transportuesve vendor. Ka dalë edhe ministri i transportit dhe lidhjeve, ndërkaq hyrjet për në Maqedoninë e Veriut do të bllokohen sonte në ora 24. Transportuesit kërkojnë nga shtetet e zonës Schengen që të mos diskriminohen dhe të trajtohen si shoferët profesionist, ashtu siç trajtohen pilotët, po edhe shoferët e tjerë të mjeteve të transportit e jo si turist. Sipas Biljana Muratovskës nga asociacioni Makam Trans, protestës janë bashkangjitur edhe transportues nga Turqia, të cilët do të qëndrojnë në terminale doganore të bllokuara dhe nuk do të kërkojnë rrugë alternative për qarkullim. Sipas njoftimit, protestat janë paralajmëruese dhe do të zgjasin 7 ditë. Turskите prevoznici isto не се приклучуваат со тоа што Transportuesit turk që gjithashtu na janë bashkëngjitur, të cilët nuk do të kërkojnë rrugë alternative për të hyrë ose dalë nga vendi, por do të qëndrojnë në pikat kufitare dhe do të presin deri atëherë kur ne të përfundojmë. Protestojmë se me 10 prill do të fillojë matja elektronike e kohës për qëndrim në zonën Schengen dhe ajo është 90 ditë në 180 ditë, ose thënë ndryshe, lejohemi 3 muaj nga 6. Nga ana tjetër, ministri i transportit Aleksandr Nikolovski deklaroi se është në krah të transportuesve, ai ofroi 3 zgjidhje konkrete për tejkalimin e problemit. Първото решение е да се отложи примената на Zgjidhja e parë që të anulojë sistemi elektronik për transportuesit. Zgjidhja e dytë është e rritja e ditëve të lejuara, të cilat transportuesit mund të qëndrojnë në zonën Schengen më së paku 250 ditë, të ndarë në disa cikle nga 180 ditë aktuale. Zgjidhja e tretë është që të mos të trajtohen si turist, shoferët profesionist, por të trajtohen ashtu siç duhet si profesionist edhe në bazë të saj, ose të përjashtohen nga këto rregulla ose të pajisen me viza pune, metodë që aktualisht e përdor vetëm Zvicra dhe në këtë mënyrë të rregullohet ky problem. ES është sistem regjistrimi për udhëtarët nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Ai parashikon regjistrimin e emrit të udhëtarit, të dhënave biometrike, si dhe datës dhe vendit të hyrjes dhe daljes, duke kufizuar gjithashtu lëvizjen dhe qëndrimin e tyre në zonën Schengen. Si pasojë e situatës të bllokuara janë edhe hyrje-daljet në drejtim të Serbisë, Malit të Zi, po edhe Bosnjës dhe Hercegovinës. Nga 12 tetori 2025 ka nisur të zbatohet gradualisht sistemi i ri europian për hyrje dhe dalje. Sistemi është një platformë digjitale që regjistron hyrjet dhe daljet nga zona Schengen për shtetasit e vendeve jashtë saj. Sistemi do të aplikohet edhe për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë pa vizë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Nga oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se blokadat nuk janë zgjidhje, duke paralajmëruar pasoja serioze ekonomike.
Sistemi i ri evropian për hyrje dhe dalje ka filluar të zbatohet gradualisht nga 12 tetori 2025. Bëhet fjalë për një platformë të re digjitale që regjistron hyrjet dhe daljet nga zona Schengen për shtetasit e vendeve jashtë saj. Sistemi mbledh të dhëna biometrike përfshirë fotografinë dhe gjurmët e gishtrinve, si dhe informacione nga dokumentet e udhëtimit. Me zbatimin e këtij sistemi, vulat në pasaporta hiqen, pasi të gjitha të dhënat do të regjistrohen në mënyrë elektronike. Sistemi do të monitoroj automatikisht nëse një udhëtar ka tejkaluar qëndrimin e lejuar prej 90 ditësh brenda 180 ditëve në zonën Schengen. Sistemi do të aplikohet edhe për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Zbatimi progresiv do të zgjasë deri më 9 prill 2026, ndërsa nga 10 prilli 2026 sistemi do të jetë plotësisht funksional në të gjitha pikat e jashtme kufitare të vendeve që e përdorin atë. Kjo nënkupton se nga muaji prill edhe transportuesve që kryejnë transport mallrash me kamione do t'u lejohet qëndrimi në zonën Schengen maksimumi 90 ditë. Ky vendim ka nxitur protesta dhe bllokada nga ana e transportuesve në disa vende të Ballkanit Perëndimor. Nga oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se bllokadat nuk janë zgjidhje, duke paralajmëruar pasoja serioze ekonomike, përfshirë edhe penallti për dërgesë të vonuar, anulim të marrëveshjeve, prodhim i paksuar, eksport i paralizuar dhe pamundësi për prodhim me kohë për shkak të mungesës së lëndës së parë. Më tej odat ekonomike nga Ballkani Perëndimor kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të miratohen masa të përkohshme, të cilat do të mundsonin shoferëve profesionistë të kryejnë pa pengesa transportin ndërkombëtar rrugor deri në gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme sistematike. Në lidhje me blokadat e transportuesve ka reaguar edhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës, prej ku kanë thënë se kanë pritur me shqetësim të madh protesta që po mbahen në shtetet fqinje nga kompani transportuese. Sipas tyre, këto protesta u kanë shkaktuar probleme kompanive të Kosovës, pasi shumë prej tyre nuk më mund as të eksportojnë dhe as të importojnë mallra nga Europa. Me këtë rast, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë i bën thirrje institucioneve të Kosovës që të vihen në kontakt me Bashkimin Evropian për gjetjen e një zgjidhjeje. Ndërkaq Bashkimit Evropian i bën thirrje që të ndërmarrë veprime urgjente për tejkalimin e kësaj situate të shkaktuar nga sistemi i njohur si Entry-Exit System, që u vendos në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen dhe nisi të zbatohej gradualisht më 12 tetor 2025. Thuaj reagim. Ministria e Punëve të Brendshme ka publikuar sot listën e vlerës që do të paguajnë qytetarët që kapen nga kamerat e vendosura në rrugë në kuadër të sistemit qyteti i sigurt. Dënimet do të jenë nga 15 deri në 500 euro. Me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe zbatimin e rrep të ligjeve, Ministria e Punëve të Brendshme informon qytetarët për kundërvaqjet që sanksionohen përmes sistemit qyteti i sigurt, si dhe për gjobat e parapara. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të sanksionohet tejkalimi i shpejtësisë si në dhe jashtë vendbanimit. Tejkalimi i shpejtësisë në vendbanim deri në 10 km në orë mbi të lejuarën 15 euro, nga 10 deri në 30 km në orë 50 euro, nga 30 deri në 50 km në orë 300 euro, ndalimi drejtimit 3 deri në 12 muaj, tejkalimi i shpejtësisë jashtë vendbanimit deri në 30 km në orë mbi të lejuarën 20 euro, nga 30 deri në 50 km në orë 50 euro, nga 50 deri në 70 km në orë 300 euro, plus ndalimi drejtimit e 3 deri në 12 muaj. Tejkalimi në dritë të kuqe, sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të gjobitet me 250 euro dhe ndalim drejtimi nga 3 deri në 12 muaj. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njofton dënime edhe për parkim të parregullt, duke filluar nga 25 deri në 180 euro në varësi të llojit dhe peshës së kundërvaqjes. Pjesëmarrjen në komunikacion me automjete të paregjistruar, pa leje të vlefshme qarkullimi ose pa targa regjistrimi 500 euro gjob, nëse leja e qarkullimit ka skaduar deri në 30 ditë 100 euro, ulje sanksioneve, pagesa brenda 8 ditëve paguat 50% e gjobës, nëse ka edhe ndalim drejtimi, masa zbatohet në gjysmën e afatit të paraparë.
Ndryshe të premten që lan pas, 81 deputet votuan për ligjin për kundërvaqe, me çka mundësuan që sistemi qytet i sigurt të vihet në funksion nga 1 shkurti. Për këtë Ministria e Punëve të Brendshme apelonte të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe dispozitat për siguri më të madhe personale dhe të përgjithshme, si dhe për uljen e aksidenteve rrugore. Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Ziadin Sela e ka dërguar në gjykatën kushtetuese projektin Qyteti i Sigurt. Partia opozitare shqiptare ka ngritur pyetje për ligjshmërinë, zbatimin territorial dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve. Varretje të shumta për projektin e Qyteti i Sigurt ka shpalosur sot Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës. Ai madje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese iniciativë për vlerësimin e kushtetshmërisë së ligjit, duke ngritur dilema për procedurën e miratimit, zbatimin territorial dhe respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve. Sela tha se procedura miratimit e ligjit ka qenë e papranueshme, pasi është zhvilluar me procedurë të shpejtë dhe pa debat publik, pa u dëgjuar zëri ekspertëve dhe qytetarëve për pasojat që mund të sjellë ky projekt. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh jetojnë Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekti, domethënë edhe në Strumicë, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadarcë, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Nuk mund ndahet implementimi i këtij projekti me zona të caktuara, për shkak se kjo lloj ndarje të jep kuptosh dhe të besosh dhe të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve. Sela shpalosi edhe një varretje në këtë ligj, i cili ai tha se lidhet me detyrimin e qytetarëve për të pasur numra telefoni dhe adresa elektronike për komunikim me institucionet, gjë që sipas tij nuk parashihet me ligj. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, por i gjithë bota e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë në të cilën do të na dërgohen edhe paditë për kundërvajtje, dënimet e tjerë, po si jemi të obliguar të mbajmë numra telefoni. Nuk jemi të obliguar të kemi adresa e-maili. Nëse jemi të obliguar për këto gjëra, atëherë duhet sa herë që ndrojmë numrat e telefonit, shkojmë paraqitemi në polici. Përveç që se kritikoi mos respektimin e kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve në këtë ligj, Sela tha se kamerat e Qyteti i Sigurt në Shkup janë të përqendruara kryesisht në Çajër, në zona ku mungon infrastruktura adekuate rrugore. Sipas tij, kjo krijon kushte që qytetarët të ndeshkohen me xhoba të larta në një shoqëri me standard të ulët jetese. Alianca për shqiptarët të kërkon nga gjykata kushtetuese që të veprojë me urgjencë, duke pasur parasysh se ligji pritet të hyjë në fuqi më 1 shkurt. Dëshmia e 20 vjeçarit Kristian Panov në seancën për rastin e diskotekës Puls ka zbuluar se objekti kishte qenë i stërmbushur, senet kishte pasur edhe të mitur. Biletat atyre u kishte shitur vëllai i pronarit të diskotekës, i dyshuarit Todor Juvanov. Panov ka treguar se mjete piroteknike janë përdorur edhe më herët gjatë festave, duke marrë shembull mbrëmjen kur ishte i ftuar një DJ nga Greqia, ndërsa kishte valltare të cilat mbanin në duar flakadan. Dëshmitari i parë që u dëgjua në gjykimin e rastit Puls ishte 20 vjeçari Kristian Panov, i cili në diskotek ka punuar si kamarier, me mëditje ditore nga 1500 denar. Ai tregoi se në atë lokal ka punuar edhe vëllai i tij Andrej si barist, i cili merrte 2000 denar pagesë ditore. Ndërsa zbuloi se që të dy nuk ishin të paraqitur nga pronari i lokalit. Nga dëshmia e tij doli se objekti kishte qenë i stërmbushur, se në të kishte pasur edhe të mitur, biletat të cilëve u kishte shitur vëllai i pronarit të diskotekës, i dyshuarit Todor Juvanov, si dhe se objekti ka pasur vetëm një derë. Gjithashtu ai përshkroi momentin e shpërthimit të zjarrit. Unë dola jashtë për ta ndezur një cigare. Në atë moment dëgjova se dikush ju thoshte të pranishmeve, dilni jashtë të gjithë, pas shka u bë një kaos i madh. Njerëzit mundoheshin të dilnin jashtë, shumë prej tyre ishin penguar në derë, njëri mbi tjetrin. Ai shpjegoi edhe momentin si e ka gjetur vëllain pasi shpërtheu zjarri. Unë hyra brenda për ta kërkuar vëllain tim, ra diçka mbi mua dhe u detyrova të dal jashtë. Kur u ktheva për herë të dytë, e gjeta vëllain tim para hyrjes.
kishte shumë trupa njerëzish, por vëllaun tim e njoha nga tatuazhet. Kur u pyet nëse piroteknik ishin përdorur edhe më herët në festa në këtë diskotek, ai tha se në mbrëmjen kur ishte i ftuar një DJ nga Greqia, kishte valltare të cilat mbanin në duar flakadan. Gjykimi për zjarrin në Koqan vazhdon me dëshmitarët e thirrur nga prokuroria. Avokati i popullit Faton Selami mori zyrtarisht detyrën pas dhënies së deklaratës solemne para kryetarit të kuvendit. Selami theksoi se prioriteti i tij kryesor do të jetë rikthimi i besimit në institucion. Ai paralajmëroi përforcim kadrovik dhe zgjedhjen e 8 zëvendës avokatëve. I sapo zgjedhuri, avokati i popullit e Faton Selami sa dha deklaratën solemne para kryetarit të kuvendit Afrim Gashi me rastin e marrjes së detyrës. Selami u zgjedh avokati i popullit në seancën plenare të së premtes me 89 vota për dhe 6 kundër. Duke falendëruar për besimin e dhënë, Selami theksoi se angazhimi i tij do të jetë profesional, i paanshëm dhe me përkushtim maksimal ndaj qytetarëve, në përputhje të plotë me kushtetutën dhe ligjet. Ai nënvizoi se prioriteti kryesor i mandatit të tij do të jetë rikthimi i besimit në institucionin e avokatit të popullit. Në këtë drejtim do të bashkëpunoj me të gjithë faktorët relevant me kuvendin dhe qeverinë për të siguruar fillimisht përforcim kadrovik të institucionit. Aktualisht, avokati i popullit funksionon me staf të përgjithësuar, ndërsa na pret edhe zgjedhja e 8 zëvendës avokatëve. Ai tha se propozimi ligji për ndryshimet e ligjit për avokatën e popullit do të shqyrtohet me shërbimet profesionale dhe së bashku me kuvendin do të procedohet sa më shpejt. I pyetur nga gazetarët nëse institucioni avokati i popullit është përballur me mungesë bashkëpunimi nga institucionet e tjera dhe si do të tekalohet kjo situatë, Selami tha se kjo çështje parashihet të adresohet përmes ndryshimeve ligjore, të cilat do t'i mundësojnë institucionit edhe shqiptimin e kundërvajtjeve. Faton Selami është jurist i diplomuar dhe magjistër i shkencave juridike me provim të dhënë gjyqësor dhe notarial. Ai vjen në këtë detyrë në vend të Naser Ziberit, i cili më 12 korrik të vitit e kaluar përfundoi mandatin për shkak të plotësimit të kushteve për pensionim. Mandati i avokatit të popullit është gjatë 8 vjet me mundësi për një rizgjedhje. Kryeministri Kristian Mickoski renditet në kryet e listës së politikanëve nga vendet anëtare të NATO-s me sahat më të shtrenjtë. LSTM ka akuzuar se sahatet e Mickoskit kushtojnë sa 150 paga minimale, ndërsa VMRO ka reaguar duke mbrojtur liderin e tyre dhe duke sqaruar se Mickoski ka punuar më parë në sektorin privat të energjetikës. LSDM ka sulmuar kryeministrin Kristian Mickoski për koleksionin e tij të orëve luksos, duke theksuar se vlera e tyre, rreth 60.000 euro, është e barabartë me 150 paga minimale në vend. Partia percepton këtë situatë si simbol të ndarjes së elitës politike nga jetët e përditshme të qytetarëve. Ndërsa punëtorët e Republikës së Maqedonisë së Veriut të lutën për bukë, qeveria e Mickoskit u thotë se nuk ka para për rritjet e pagave, ka para për sahat të shtrejtë, tender, aeroplan të ri dhe udhëtime turistike si ai në Davos, por nuk ka para për punëtorët. Sipas LSDM-s, nëse Mickoski do të kishte vendosur dikur, sot Maqedonia mund të ishte provincë ruse ose koloni kineze, e jo anëtare e NATO-s. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ka reaguar duke mbrojtur liderin e tyre. VMRO thekson se Mickoski ka punuar më parë në sektorin privat të energjetikës dhe ka fituar të ardhurat nga aktiviteti i tij profesional, gjithmonë në mënyrë të ndershme dhe transparente. Kjo është para se të hynte në politik, ndërsa të tjerët si Filipçe dhe Zaev kanë arritur pasuri të dyshimta gjatë kohës së tyre në pushtet. Sipas VMRO-s, krahasimi mes Mickoski dhe ish liderëve të LSDM-s tregon diferencën. Mickoski ka fituar në mënyrë të lidhshme, ndërsa disa figura të LSDM-s janë pasuruar në mënyrë të diskutueshme përmes pushtetit. VMRO DPMN fton LSDM-n të verifikojë çdo dyshim ligjor përmes gjyqësorit dhe prokurorisë. Në nënkalimin e afërsitë të qendrës tregtare Eastgate është në gjendje të mjerueshme. Qytetarët që kalojnë në këtë hapësirë ndjejnë trishtimin e një vendi pothuajse të braktisur. Ky nënkalim është ndërtuar para më shumë se 50 vitesh dhe ishte projektuar të funksiononte në mënyrë të pavarur. Pra, kostot e mirëmbajtjes së tij do të mbuloheshin nga marrja me qira ose shitja e dyqaneve brenda.
Kjo që shihni pas meje është nënkalimi për Këmbësor pranë qendrës tregtare Eastgate, një nënkalim që duheshte të ofrojë siguri për qytetarët, por sot ofron të kundërtën. Ky nënkalim për Këmbësor i vendosur pranë një prej zonave më të frekuentuara të kryeqytetit, çdo ditë përdoret nga 10 kalimtar. Ai shërben si lidhje drejt për drejt mes qendrës tregtare Eastgate dhe pjesës tjetër të lagjes, duke u konsideruar një kalim i domosdoshëm për lëvizjen e këmbësorëve, por gjendja aktuale e tij ngre shqetësime serioze. Ndërkohë që në shumë qytete në të gjithë Europën dhe Ballkanin, kalimet nëntoksore janë disa nga vendet më të gjalla dhe funksionojnë si qendra të vogla tregtare. Në Shkup, pas dekadash përpjekjesh, ky koncept duket i dështuar. Pa ndriçim funksional me mirëmbajtje minimale dhe pothuajse i lënë në hares. Pikërisht për shkak të këtyre kushteve, kjo zonë është kthyer në një vend të pasigurt, sidomos gjatë orëve të vona të mbrëmjes. Ky nënkalim është ndërtuar para më shumë se 50 vitesh dhe ishte projektuar të funksiononte në mënyrë të pavarur. Pra, kostot e mirëmbajtjes së tij do të mbuloheshin nga marrja me qira ose shitja e dyqaneve brenda, dhe pronarët do të kujdeseshin për higjienën dhe dritën brenda. Ajo që rezulton sot është se jo vetëm që nuk e realizuan funksionin e tyre vetëmbajtës, por mezi kanë ndonjë funksion. Shumica e dyqaneve janë bosh dhe të braktisura. Hyrjet her pas here janë të mbushura me mbeturina, ndërsa qytetarët e shmangin për ta përdorur. Ndërkohë, gjendja e këtij nënkalimi mbetet alarmante, ku shihet edhe tavani i dëmtuar, mungesa e ndriçimit dhe shenjat e qarta të mosmirëmbajtjes, të cilat e bëjnë këtë hapësirë dukshëm të pasigurt për këmbësorët. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi takim kokë më kokë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Pas takimit, Rama tha se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit janë të shkëlqyera dhe të ndërtuara mbi një miqësi të vërtetuar historikisht ndër shekuj. Shqipëria dhe Izraeli janë popull mik, faktuar përmes shekujve. U shpreh Rama duke kujtuar një nga momentet më të rëndësishme të historisë së përbashkët mes dy vendeve. Ai nënvizoi se gjatë Holokaustit Shqipëria hapi dyert për hebrejt që kërkonin shpëtim dhe i mbrojtja ata në një kohë kur persekutimi ishte në kulmin e tij në Europë. Edhe Netanyahu vlerësoi Shqipërinë dhe vetë kryeministrin Rama. Kryeministri Rama është një mik i madh i popullit hebrej, një mik i madh i shtetit hebrej. Mund të them po kështu edhe një mik i madh i imi. Ai përfaqëson shpirtin e vërtetë të Shqipërisë, tha Netanyahu. Kujtojmë se kryeministri Edi Rama ndodhet në Izrael me rastin e pjesëmarrjes në konferencën ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha të dielën vonë se ka rënë dakord për një rihapje të kufizuar të kalimit kufitar Rafah si pjesë e planit të paqes prej 20 pikash të presidentit të SBA-s Donald Trump për Gazën, transmeton Anadolu. Izraeli ka rënë dakord për një rihapje të kufizuar të kalimit kufitar Rafah vetëm për kalim këmbësorësh, në varësi të një mekanizmi të plot inspektimi izraelit. Rihapja e kalimit ishte e kushtëzuar me kthimin e të gjitha pengjeve të gjallë dhe një përpjekje 100% nga Hamasi për të gjetur dhe kthyer të gjithë pengjet e ndjera, shkroi zyra e Netanyahut në platformën X. Izraeli e ka mbyllur plotësisht anën palestineze të kalimit të Rafahut që nga maji i vitit 2024 si pjesë e ofensivës së tij 2 vjeçare në rrypin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 71.400 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë. Kalimi i Rafahut që lidh Gazën dhe Egjiptin ishte planifikuar të rihapej në tetor sipas fazës së parë të një marrëveshjeje armëpushimi, por Izraeli nuk e zbatoi. Të paktën 15 persona humbën jetën sot herët pasi një tragedë që mbante më shumë se 300 pasagjerë u fundos pranë provincës Basilan në jug të Filipineve. Anija identifikuar si MV Trisha Kerstin 3 thuhet se po lundronte për në ishullin Jolo në provincën Sulu.
Zyrtarët e rojës bregdetare të Filipinëve thanë se 316 persona janë shpëtuar, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit të mbështetura nga anije dhe helikopter të marinës janë duke vazhduar. Anija lëshoi një sinjal rreziku rreth orës 1:50 të mëngjesit, 4 orë pasi u nis nga porti i qytetit Zamboanga, në majën e jugperëndimore të Mindanao. Raportet fillestare thonë se anija mbante më shumë se 330 pasagjerë dhe 27 antar të ekuipazhit kur u fundos në ujrat pranë ishullit Baluk Basilan. Një sulm i armatosur në një fush futbolli ka lënë të paktën 11 persona të vdekur dhe 12 të plagosur të dielën në shtetin qendror meksikan Guanajuato, një nga rajonet më të goditura nga dhuna e lidhur me krimin e organizuar. Sipas autoriteteve lokale, ngjarja ka ndodhur në qytetin Salamanca. 10 persona kanë humbur jetën në vendngjarje, ndërsa një tjetër ka ndërruar jetë më vonë në spital si pasojë e plagëve të marra. Autoritetet bëjnë me dije se 12 persona të tjerë janë plagosur nga armë zjarri dhe po marrin trajtim mjekësor. Sulmi ndodhi vetëm një ditë pas një tjetër ngjarje të rëndë në të njëjtin qytet, ku të shtunën në mbrëmje u gjetën 4 thasë që përmbanin mbetje njerëzore. Një stuhi e rrezikshme dimrore ka përfshirë SBA-n duke lënë të paktën 11 persona të vdekur dhe qindra mijëra shtëpi pa energji elektrike. Mediat amerikane bëjnë të ditur se i ftohti vdekje prurës do të vazhdojë gjatë gjithë javës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, shkollat dhe rrugët në të gjithë vendin janë mbyllur dhe fluturimet janë anuluar, ndërsa kushtet kërcënuese për jetën shtrihen nga Teksasi në Anglinë e Re. Mbi 17.000 fluturime janë anuluar gjithsej gjatë kësaj stuhie. Gati 90 milion njerëz janë nën mbrojtime ose paralajmërime për të ftohtë ekstrem, duke ngjallur frikë tek ata që janë pa stre apo pa energji elektrike për ditë të tëra. Akulli dëmtuesi ka lënë pa energji elektrike mbi 1 milion klient në të gjithë Atlantikun e Mesëm dhe Jugun. Ndërprerjet mund të zgjasin me ditë të tëra në Nashville, Mississippi, i cili është goditur më rënd dhe më gjerë. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.